2.000 euro të falsifikuara dyshohet se u deponua në një bank në Ferizaj. Me të marrë lajmin, policia e Kosovës është vënë në veprim. Raportohet nga banka se kanë pranuar 4 banknota në vlerë nga 500 euro, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar kartë monedhat e dyshuara për ekzaminime të mëtutjeshme. Kartë monedha është dërguar për ekzaminim, ndërsa rasti ka ngritur sërish shqetësimin për qarkullimin e parave të falsifikuara në Kosovë. Paratë e falsifikuara janë bërë një nga fenomenet më të shpeshta të përdorimit të paras në vend. Përdorimi i tyre jo vetëm që shkakton dëme financiare tek qytetarët dhe bizneset, por është edhe një sfidë për institucionet në parandalimin dhe identifikimin e këtij fenomeni. Pronarët e bizneseve ankohen se përhapja e parave false po i dëmton ata, ndërsa u bëjnë thirrje organeve të rendit që të merren më seriozisht me këtë problem. Është një dukuri që qarkullon në gjithë tregun e Kosovës. Mi po të ne, jo në raste të ralla, deri tash mund që kam pas 2 raste, zakonisht paret e metalta janë ato që monedha 2 euro, jo këto tjerat, mirë po nuk jemi ata të cilët mund të parandalojmë, pa të marrim edhe një hap edhe për kundër fakti se qarkullojnë disa numrat policisë ku mund të i lajmërojmë, por është diçka që janë organe tjera që mund me parandalo dhe me marrë masa. Shqetësuese është për shkak se neve ma keq ndihmë kur japëm dikujt na false kur e marrëm. Tash kur na kthen klienti që është false, neve ka herë sundis për cilëm gjithë ata janë false, janë origjinal, por shqetësuese e madhe se dyshë hu besimin te klienti. Sipas Agjencisë Forenzikës së Kosovës, monedha më e falsifikuar që po qarkullon është ajo në vlerë prej 2 eurosh, ndërsa kartë monedha më e falsifikuar është në vlerë prej 50 eurove. Nga janore deri në muajin gusht janë ekzaminuar gjithsej 11.761 monedha euro të ndryshme dhe nga ky numër të falsifikuara kanë rezultuar 11.231. Në të njëjtën periudhë janë ekzaminuar gjithsej 902 kartë monedha euro të ndryshme dhe nga ky numër të falsifikuara kanë rezultuar 611. Ndryshe, organet e drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi i trajtojnë rastet e falsifikimit të parave, por si dukuri mbetet mjaft e përhapur. E një lajm i mirë ka ardhur nga Toronto, Italisë.